Avokat, për herë të parë në krye të një operacioni, që kur është krijuar BKH-ja, kemi parë vetë kreun e BKH-s, Joni Keta, i cili ishte në krye të një operacioni lidhur me disa, po themi, rrjete call center-ash të vendosura në dy kulla më të rëndësishme në Tiranë. Çfarë do thotë kjo për qoftë për, po themi, vendodhjen ku ishin ata në dy kulla të rëndësishme të Tiranë, ku njëra prej kullave është ndërtuar prej një oligarku, por qoftë edhe për mënyrën se si BKH-ja tani po i bën operacionet ku vetë kreu i BKH-s merr pjesë në një operacion. Unë kam thënë në disa intervista përpara që BKH-ja ka nevojë të fuqizohet dhe SPAK-u vetë bashkë me BKH-n të kenë forcën e tyre operacionale. S'pari që një biznes i tillë mashtrues, për mua është shumë e rëndë që të marrësh kursimet e dikujt apo të qindra e mirëve qytetarëve europian, t'ja u vjedhësh kursimet e tyre në mashtrim, edhe të zhgëryesh në kullat luksoze të Tiranës, tregon që kam pasur garanci dhe nuk është kaq e thjeshtë. Nëse do të ishte vërtet ilegale kjo punë, ata do të ishin në bodrume ku nuk do të dihej mirë adresa. Por unë mendoj që BKH-ja ka nevojë ta njohë si dështim këtë që ndodhi. Pra, bashkë me SPAK. Unë jam ai që i suportoj ata pa kushte, por që të ndodhi që ta marrin vesh përpara të largohen, pra duhet të hetojnë tani brenda tyre kush e nxori sekretin. Nuk ka qenë thjesht siç është shprehur që personat që kanë qenë në ruajtje të kësaj ndërtese kanë parë lëvizje të tjera. Nëse kanë parë lëvizje, s'pas kanë qenë profesionistë pra. Po ata persona që janë larguar duhet ishin kapur në flagrancë. Kështu që unë mendoj që këtu është shitur aksioni. Dhe që është në hundë e policisë, kjo është faturë që i shkon direkt policisë shqiptare. Asgjë nuk bëhet, asnjë lloj krimi i këtij niveli në mënyrë të vazhdueshme, aq më tepër në mes të Tiranës, nuk mund bëhet pa suportimin, ndjeninë, suportimin dhe bashkëpunimin me ta. Ky operacion komprometoi edhe një herë, jo vetëm policinë, por dhe pas kemi njerëz brenda strukturës posaçëm të cilët kanë të konspiruar këtë operacion. Nuk besoj se është bërë pa dalë një informacion pra transferimi i kompjuterave dhe materialet e tjera nëpër zyra është bërë 24 orë përpara apo një natë përpara, pa rrjedhje nga brenda të informacionit. Kështu që shpresoj ta hetojnë e ta zbulojnë. Kështu nuk mund vazhdojmë. Pra ju besoni që kemi pasur një dekonspiracion nga ana e strukturave dhe nuk ka qenë një lloj informacioni që nuk e rrjedhur? Tani ty të duket sikur ka sukses, nuk ka sukses. Pala italiane ka gjetur, ka futur dhe njerëz brenda, me transakcion që ka bërë ka gjetur ku është vendosur kjo IP apo një IP tjetër, kanë vajtur informacionet janë që se janë të konfuze, thuhet pas kanë parë miliona euro atje, portofole me kriptomonedha e tjerë. Miliona euro nuk mbahen kjo kasafort, nëse është e tillë, për çfarë ka shërbyer, ku të ka qenë? Nuk mbahen pa një garanci kuri. Kështu që tu për mua është dështim. Sukses ka qenë nga pala italiane, pala shqiptare nuk ka qenë nivelin e duhur detyrës. Minimumi është kjo që them unë, s'po them pasaj që ka njerëz që ka komprometuar të aksion. Se si qysh e tek, duhet ta organizoni në një mënyrë që të kishin sukses. Avokat, po flasim për dy kate të që ishin marrë, po themi me qera të... E di Guri mos u lodh fare, e di dhe kullën, pra nuk mund të bëhet ky biznes në ato kull pa një dashamirësi në heshtje apo dhe shumë aktive me policinë. Ta gjejnë tani si ka qenë puna. E di se prandaj po ti po e thekson, prandaj po them dhe unë. Po të mos ishte kjo që them unë, do kishin bërë diku në një fshat atë.
diku në stall, po jo atje në mes Po Tiranës. tha në fakt që ka pasur mbështetjen e Taulan Ballës, pasi aty është biznesi i motrës së Taulan Ballës. Nuk e di, ja duhet dali me deklarim nga Spaku tani. Nëse ka qenë ajo, do ta shohësh atë qëndrimin tim, nëse del me deklarim me zyrtar, nëse nuk ka qenë, të mos flasim para kohës. Edhe pse është një nga të vetmit që unë kam pasur për lidhje pune, kam pas kontakte, nga të pak të mazhorancë, domethënë, por nuk e kam problem të flas për këtë do, po duhet të flasim me fakte. Kurse në total, po e konceptoj si një dështim. Po praninë e vetë kreu të BK-s në krye të operacionit? Po çfarë rëndësie ka? Ai është një nga njerëzit e BK-s. Prania ka qenë se pasi kanë marrë vesh që kanë hikur ato pjesë, ka ardhur për ta rekuperuar deri diku. Por është dështim. Për mua është dështim. Kush i lajmëroi? Si i lajmëroi? Është dështim i BK-s apo dështim nga ana e policisë? Nuk e di, duhet hetuar. SPAK, BKH, polici, nuk e di, duhet hetuar. Unë e shoh dështim, edhe besoj se do jetë kështu. Nuk ka prania, nuk është djalë i mirë, është zgjedhur aty, ka sipas standardeve që ka vendosur. Tani këtu është dështim. Ti themi bukës buk. Duhet të kishin kapur atje me presh në dorë, edhe të vazhdonin të ecin përpara. A besoni që është garancie policisë apo shkohet përtej garancisë në vendosjen e këtyre call centerëve në dy kulla më të rëndësishme në Shqipëri? Që policia është zhytur në lum dhe ka marrë lumi policinë me gjithë Shqipërinë, këtë e dim. Prandaj kemi ngritur zërin, këtë kam bërë dhe në takimet që kam pas në Amerikë. Kam ngritur zërin për SPAK-un, BKH-n dhe kontrollin e shtetit, përveç pikave tjera politike. Ata do të kenë forcën e tyre operacionale. Edhe të fillojnë, se s'është kaq e pamundur tani. Vinë disa pisanjose dhe bëjnë pis gjithë Shqipërinë me politike dhe me administratë me polici, e s'pas kemi fuqi ne të kundërvijemi me tyre. Po jo se këto përbindje u krijuan këtu nga ne, pjesa jona janë. Ata duhet përballen. I din, informacionet i kanë, t'i kapin me fakte, me prova, në bashkëpunim me partenerët ndërkombëtar të gjithë policët tradhtar që janë atje. Dhe të ketë ndryshime dhe legjislacion. Të akuzojnë për tradhti. Policë, prokuror, gjykatës, ata që marrin pjesë në pjesën e drejtësisë dhe në pjesën që janë pjesë organe ligjzbatuese, këta duhet të akuzojnë për tradhti ndaj dheut. Se nuk është thjesht një abuzim me detyrën kaq e thjesht, bile edhe punuesi administratës që shkel dhe ka abuzuar me detyrën deri diku është tradhtar ndaj vendit të tij, ndaj dheut, ndaj një betimi që ka bërë për të qenë shërbëes i këtij populli. Jo më këta. Kështu që duhet të jemi sa më të ashpër, por në kufit e ligjit. Sa më të ashpër me këtë dukuri. S'mund lejojmë bëhet biznes i tillë, domethënë. Atë punë nga policia, i din të tërë e din guri. Trafikanti më të vogël drogës me 3 gram e kapin, po dalin rrugë pa lejen e tyre. Kjo është një akuzë për e meritojnë, domethënë. Edhe kështu lojra s'mund pranojmë ne, nuk kemi dele që tallemi në këtë mënyrë. Pra është i dështim i BK-s me sukses plot. Avokat, ngjan si ajo ngritje 5 kateve pa leje të kullës në mes të Tiranës, apo jo? Që thonin nuk e dinim ne që është ngritur ajo pa leje. Tani unë që flas se e njoh realitetin shqiptar. Nuk mund ndodhi ky lloj biznesi, ka dhe tjera, ka dhe njerëz shumë fuqishëm që përfliten, ti bien drejt për drejt kushdo që tjetë. Ti bien drejt për drejti. Se jemi peng këtyre parave që i vjedhin kështu miliona dhe blejmë pushtet e na mbajnë të sunduar ne. Ti bien drejt për drejti pa mëshirë më të vogël. Kështu që për këtë po kjo është keqardhja ime, jo që e zbuluan, po që se kapën. Kjo ftesë vjen, po të jem pak të drejtës ndërkombëtare, vjen jo pak ditë, mendoj sa u bë, një javë domethënë. Pasi SBA
largohen nga 66 organizma që janë në ombrellën e Kombeve të Bashkuara. Dhe njëkohësisht duket sikur SBA tërhiqet nga të gjitha angazhimet ndërkombëtare, njëkohësisht kemi edhe një zhvillim të ri, domethënë, pra drejta ndërkombëtare ka një precedent të ri, i cili nuk ishte parë pothuaj në 100 vjet, ku me iniciativën e saj merr një angazhim jo të vogël ndërkombëtar, ku përfshin jashtë ombrellës tashmë të OKB-s, përfshin zhvillon një mënyrë të re, domethënë drejtës ndërkombëtare, ku përfshin besoj disa 10 shtete, thuhet që janë 100 që janë ftuar, duke zëvendësuar deri diku, po me autoritet nën udhëheqjen e SBA-s, duke zëvendësuar dhe Kombet e Bashkuara në të rast. Duhet mos harrojmë që kemi pasur fillimisht në këto zona kemi pasur marrëveshjen e Sykes-Picot të ministrave të jashtëm të Francës dhe Britanisë në vitin 2016. Marrëveshje që u zbulua nga në vitin 2017 nga bolshevikët me ardhur në pushtet, se si do të administroheshin tokat arabe që kanë qenë nën sundimin osman. Atyre premtuan atë kohë nga këto dy fuqi të mëdha, me dhe me përqimin e Rusisë carise, ju premtuat që do të fitonin autonomi e pavarësi, po mjafton të ndihmonin në shkatrimin e prandorisë, gjë e cila më vonë nuk është mbajtur si fjalë. Tashmë premtohet në presidentin Trump rimëkëmbje dhe mirë administrimi i Gazës. Nuk është një ndërmarrje e lehtë. Besoj Shqipëria do të ketë një vend veçantë pasi është një nga të paktat vende europiane me një popullsi të konsiderueshme muslimane, kështu që do të kishte një impakt signifikativ pjesëmarrja e Shqipërisë në këtë ndërmarrje. Pastaj do të ketë besoj edhe detyrime, përveç disa drejta, por besoj do të ketë tepër detyrime, të cilat do të shohim si do të jenë më pas. Pra, nuk është një ftesë vetëm për Shqipërinë, ngjelet në të ardhmen përpara si do të dizenjohen bordet, 3 personat kryesorë që janë angazhuar që në fillim me pëlqimin e presidentit Trump ka qenë Marco Rubio, sekretari i shtetit amerikan, ish kryeministri i Britanisë Tony Blair dhe Witkoff, i dërguari i posaçëm për këtë zonë dhe për Rusinë. A u përcoll domethënë me një lloj entuziazmi? Besoj se po. Gjendur në kompleksin e marrëdhënieve të ngrira shqiptar-amerikane gjatë këtyre kohëve të fundit, gjë që kemi parë dhe kemi ndjerë edhe kemi komentuar, është marrë nga qeveria shqiptare dhe nga Rama personalisht si një përmirësim, ndryshim kursi që mund të jetë në avantazh të qeverisë apo të Ramës. Megjithatë, nuk është ftesë e bërë vetëm për një person, është për disa qeveri, me sa unë di, të shohim si do të dizenjohen bordet e tjera që do të jenë nën kujdestarinë atij bordit kryesor, i cili me sa unë kuptoj do të drejtohet direkt nga Rubio, por mund të jetë edhe përsëritje në udhëheqësinë e presidentit Trump. Të shohim më pas, domethënë. Ne jemi mësuar që ta shohim Shqipërinë dhe ecën e Shqipërisë gjithmonë duke patur parasysh dhe angazhimin dhe përkujdesjen e këtij aleati strategjik. Ajo që mësuam deri tani ishte që pas kemi pasur drejt që ka pasur një ftohet marrëdhënieve dhe që majoranca bashkë me Ramën e përjetuan me shumë gëzim këtë ftesë. Por unë mendoj që vërtet kemi hyrë në një epokë të re në marrëdhëniet me shtetin amerikan, me këtë aleat ton të rëndësishëm strategjik, sidomos në një kohë që Europa deri diku dhe na ka lodhur me premtimet dhe
te zgjatjen e pranimit të Shqipërisë në gjirin e saj. Dhe mendoj që nuk do të ketë në thelb, në moral, ndryshim qasja e aleatit tonë strategjik në lidhje me Shqipërinë. Besoj që janë shumë signifikative vizitat që janë bërë det për Zreti në përkraje të strukturës PAK të GKO-s dhe theksimi që kanë partnerët tanë në lidhje me luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe në veçanti të emigrimit të tepruar një, po dhe të narkotrafikut dhe pasrimit parave. Kështu që marrëdhënia me ta është shumë komplekse. Nuk është kaq e thjeshtë sa duhet na paraqisë. Avokat, çfarë do thotë kjo për vetë zotin Rama? Pra, aq një bonus në marrëdhënie me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Nuk e di. Unë mendoj që mund të jetë një shans që Shqipëria ka vendin e saj në këtë udhkryq strategjik ku ndodhet, në zonën pivot, siç e quajnë vetë anglosaksonët, për ata që kanë krijuar dhe merren me gjeopolitikën e madhe. Është përcaktuar pozicioni i saj që në fund të viteve 1800 si një vend shumë i rëndësishëm strategjik, gjeopolitik, kryqëzim kulturash, besimesh, kufish perëndorish e tjerë. Dhe nuk besoj që është thjesht si person që është Rama që afron të bashkëpunim dhe askush tjetër, mund ta kishte çdo person që do të ishte në krye të qeverisë shqiptare, një ftesë tillë, dhe besoj se do ta kishte, nëse do të di ta përdori sa të pak për përmirësuar gjendjen e tij, po besoj që para shqiptarëve nuk mund të ecësh më me karta çfarëdo gjëje që mund të bësh në raport me aleatin strategjik. Radh parë këtu besoj se po humbet betejën përpara shqiptarëve. Pa premtime nuk janë mbajtur dhe parametrat e shtetit janë në ditën më të zezë të mundshme. Kur shohim që kriminalët janë krenar për atë çfarë kanë arritur, domethënë për gjatë këtyre viteve, me ndikimin e tyre në politikë, në ekonomi, e mëtej, atëherë ne dhe sikur mandatin e Senatit Amerikan t'i japin Ramës tani, për mua si qytetar shqiptar ka rëndësi çfarë po bëhet me Shqipërinë. Dhe besoj aleatët tanë e dinë më mirë dhe se ne. Me fakte prova ata janë këtu, janë qindra vetash personeli ambasadës këtu, edhe bashkëpunëtorëve të tyre shqiptarë dhe të tjerë, që njohin shumë mirë realitetin shqiptar. Dhe nuk besoj se kalohet kjo situatë shumë e rëndë me karamele amerikane, aq më tepër që kjo është një ftesë për kryetarin e qeverisë shqiptare, jo për personin fjalë. Kështu që duhet të lexuar kështu siç po them unë, dhe besoj se nuk po gaboj shumë. Ka pasur një deklaratë të zotit Rama ku ka theksuar se brenda mandatit të tij 4 vjeçar do të ketë ndryshime të kushtetutës. Besoni që do lejohet që të ndryshoj kushtetutën dhe mbi të gjitha çfarë ndryshimesh do bëj të kushtetutës? Unë nuk bisedoj me të, as nuk konsultoj me të, ta di se çfarë do të bëj. Gjithmonë ka premtuar do bëj gjëra të mira në të ardhmen. Gjërat e mira kur nuk bëhen dhe gjithmonë thuhet ne do të bëjmë këtë e do të bëjmë atë, dhe na iku jeta me do të pafund të Ramës. Tani do të ndryshoj kushtetutën, ta bëj paçavurin, nëse ky popull nuk reagon, opozita jep sinjale që për mua janë shumë afër pazarit, se Shqipëria do të ishte ndezur tani nga protestat. Protesta nuk ka. Opozita ka rënë gjumë, një herë muaj na bën protestë. Më mirë mos i bëj fare. Nuk ka protesta me orar. Kështu që unë duke parë këtë opozitë dhe këtë popull që nuk reagon, që ka më kollaj të shkatroj familjen tjetri se të përballet me qeverinë, se qeveria që ka për Binçi pa mposhtur,
kanë prishur familje shqiptare, jetën e tyre, dhe pranojnë falimentojnë dhe të bëjnë gangsterin rrugëve të Europës e rrugëve të botës. Të dalin edhe të përballen me pushtetarët shqiptarë. Avokat, është dikush të fakt që po proteston prej gati 1 muaj para kryeministrisë? Po çfarë ti bën tani? Se besojnë njerëzit. Unë e kam fajin. Pse nuk e beson? Duhet njerëzit. Pse njerëzit? Po nuk e di tani. Jo, në kuptimin mendon se ai mbase ka drejt. Jo, ai mbase ka drejt, po avokat, është faji shqiptarëve apo është faji atit Adriatik Lapa që shqiptarët nuk po dalin me mbështet? Tani unë nuk duhet merrem me atë se ai po proteston. Ai po e ka me ndeshmëri apo me hipokrizi, nuk duhet merrem me të. Ja marr se tani po thot zotëria që unë nuk është sistemi që duhet rrëzuar kështu. Unë këtë e kam thënë vjet në të kohë më përpara. Tha i besoj sistemit, dakor, po tani ishte i papjekur, pak në ta thot, ishte i papjekur i besoj sistemit. Edhe unë të shkoj do e takoj atje në shesh. Po ta thot, si e punuan shqiptarët 4 vjet. Unë kam kohë që them, populli duhet dali dhe ka detyrë të rrëzoj këta pushtetar se kontrata sociale ka rënë. Nuk ka sistem, sistemin e kanë këta. Sistemin e kanë dorë 2 palë. Tani, prandaj nuk qohen. Ai e kuptoi që edhe të marrësh vota s'japin deputet. Po dhe ato votat s'japin të tëra, domethënë, dhe do të lënë atje. Shqiptarët janë të lodhur, pra duhet gjetur një formë tjetër. Se njerëzit nuk shkojnë për të shkuar te partia e tij, duhet dali në një formë që do ta korrigjoj, është e mundur besoj. Nuk shkojmë tani kam zonë unë sheshin si Romell dhe them tani hajteni që kreditet i marr unë. Nuk të vjen njeri kollahesh. Nuk bëhen bash shqiptarët, nuk u bën bashkë. Kështu që të gjej një rrugë tjetër. Ka treguar që do shkojnë një hap pas, ta bëj atë punë se mbase për mua është më e saktë. Po që ai paktën po proteston. Nuk mund të kalohet kështu kjo, kaq lehtë domethënë, kjo situatë. Për mua është populli do të thotë fjalën e tij, kjo është më e rëndësishme, ky është thelbi. Boll pritëm, ne do të bëjmë këtë, do të bëjmë atë. Është tallje e planifikuar dhe deri në duhet ta përbuzësh dikoj ta tallësh kaq rënd. Siç na tallën këta. Ne do të zgjojmë popullin atë sedrën dhe të heqim frikën mbi të gjitha. Pra njerëzit kanë dhe frikë. O gurit tani ju përgjithsisht po e fuzë vetën se jam dhe unë gazetar. Kërkohet lajmi. Unë besoj se ka më rëndësi të themi njerëzve thelbin e problemit. Nëse njerëzit donë 2-3 veta ose 5 veta, ose edhe 1 bindet nga këto që themi ne, pas kemi bëri punë të mirë. Se nuk është pak. Kur i hap syt njeriu sikur i hap syt gjithë botës. Kur vetë njeri thuhet në Kur'an sikur ka vrarë gjithë botën, se gjithë njerëzimi nga një person e ka prerë, nga Adami. Tani ne duhet me i thonë njerëzve, nuk funksionon. Le të dalë juristi më i mirë, pozit, opozit, e shtë pozit që ka ngjitur Shqipëri, e le të thotë, a funksionon më sistemi Shqipëri politik, apo a kemi sistem, apo kemi pazar. Edhe mund të qëtë pazari sistem, dhe kemi ngritur pazarin në sistem. A kemi drejta politike, të drejtat individit e tjerë? Pra, unë e kam parë me vëmendje edhe situatën në vendin tim, që e njoh shumë mirë, po edhe doktrinën, edhe raste ngjashme. Në këtë rast do të thotë fjalën e tij populli. Kështu që në këtë pikë ka drejtë ai që ka dalë atje. Në këtë pikë, s'po i hy ngjyrimet e tjera. Pse njerëzit nuk binden? Nuk janë të vetëdijshëm një. Se njëri që është i vetëdijshëm edhe frikën e rrëzon. S'janë vetëdijshëm. Po që ka ky trim pushtetar, që një popull e ka frikë. Pra në një vend ku njerëzit kanë frikë plasi ka shi pushtetit, ata janë të nështruar, janë sunduar nga raca tyre, ose nga pjesa më bastarde e racës tyre. Si mund të sundosh ti popullin tënd? Se mirë i huaj, po si mund të sundosh ti dhe bësh dhe aleat me çdo lloj tyri byri të huaj atje për të sunduar vendin tënd? Po ne do të themi njerëzve, nuk ka dinjitet, edhe kodi penal, edhe kushtetuta në çdo vend të botës. Kodi penal i yni në nenin 2
pas sovranitetit të Shqipërisë, ka si qëllim të ruaj dinjitetin e një njeriu. Pastaj fillon prona tjetër. Po ti kur ke drejtën e pronës ke dinjitet, kur ke drejtën e fjalës ke dinjitet, kur ke drejta politike ke dinjitet. Kush i ka drejta politike? Këtu duhet hysh patjetër ke një nga këta zapërgjinde e politikës, pra nuk s'ke drejt ti siguri të konkurosh e të fitosh në bazë të devotshmërisë tënde, siç është në çdo libër të shenjtë. Ti duhet marrësh imzane këtyre, të bësh patjetër pazar me Ramën, Berishën, këtë, në të tjerë që kanë këto partitë, pastaj të marrësh okein e tyre që të hysh. Pse? Se edhe kodi zgjedhor, dhe komisioni qendror zgjedh, gjithë e kanë këta. Edhe ekonomi dhe gjithë etj. Jo më, këtu në këtë vend nuk ka shanse të barabarta. Këtu unë si qytetar i devotshëm jam i përbuzur dhe s'kam asnjë shans barabart me kriminalin më të lakuar në Shqipëri. Ky është turp. Pra, gjithë tabela e vlerë është kokë poshtë. Kriminali shet porë dhe shet mend tani që ka ndikim edhe tallet edhe me deputetë, ministra, ku ta di unë, kurse unë që mendoj që jam i devotshëm, unë du ta ndjej veten fatkeq që jetoj në këtë vend karikaturë, domethënë. Ku shteti ka në dorë të krimit edhe na tallin këta që pretendojnë që janë përfaqësuesit tanë. Prandaj duhet ta kuptojnë, këta janë atje sfundimtar se ne jemi në nështruar. Çohen nga nështrimi, çfarë do humbin? Çohen, për një orë i pastrojnë gjithë zyrat e shtetit. Do jenë disa dhjetra mijë, po të shpëtojnë ca miliona, do shpëtojë ardhme e shqiptarëve. Ndryshe më zi do bëhet. Ka dhe ai të këqijat e veta, domethënë kuptimin e ose mos plotësimi disa standardeve, po kush i ka këto të gjitha? Askush nuk i ka. Shqiptar po su bashku, ai zëri atij është këtu, një zot tjetër. Ka dhe ai atë frymën e vet opozitare, edhe nuk ka bërë pak, i thonë një muaj e ca atje në ftohtë, edhe kjo duhet vlerësuar. Paktën po e mban gjallë atë protestën minimaliste që të tjerët që kanë mundësi nuk po e bëjnë domethënë. Duhet, nuk është e thënë, bile dalin edhe nga vetë brenda PS-s. Ka njerëz nuk e kuptojnë tani që nuk mundet, nuk ke fytyrë para popullit tonë, para familjes. S'mund të rish indiferent karshi një padrejtësie, kur e çuar vet deri në 2013 në protesta karshi këtyre dukurive. Pse nuk çohesh sot? Pikërisht kjo është hipokrizia me dy standarde. Të leverdis sot që të jetosh në kurisë padrejtësive, jo. S'do ta bësh, s'do ta pranosh. Nëse jemi integritet. Nëse ke parametrat e duhur human edhe si shqiptar. Se ne s'do ikim me guzhineta në detin të Europës, do ikim me standarde. Si kemi standarde. Nuk jetojmë në një vend ku kemi shanse të barabarta, kjo është shumë e rëndësishme. Pra jemi të diskriminuar. Sa pa di duhet bëj unë vetëm për një rreth ngushtë njerëzish që ju ka vajtur jeta dëm nga diskriminimi.